Sa po ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes, Partizani Vllaznia në futsal. Janë sekondat e para të pjesës së dytë. Vllaznia në aksion dhe përsëri shtyll e kapiteni Tafili, tjetër shtyll. Dy shtyllat e kapiteni Tafili për 10 sekonda, njëra pas tjetrës dhe topi nuk shkon në rrjet. Kjo është shtylla e tretë pingullit që kapiteni Tafili shëngjestron në këtë ndeshje. Në pjesën e parë shënoi 2 gola dhe tronditi një shtyllën e djathtë pingullit të portierit. Ndërkohë përpara pak çastis ishin 2 shtylla rradhazi, pikërisht në minutën e parë të pjesës së dytë. 2 shtylla pingulle, njëra pas tjetrës në harkun kohor të 5-6 sekondave, por topi nuk jo bind për shkuar në rrjet. Gjithsesi, rezultati është Partizani 1, Vllaznia 4. Topi për portierin e Vllaznisë, Fatos Behari. Nis me shpejtësi tek Gjoklej. Partizani kërkon të nis të aksion, por thyet nga Vllaznia që dorëzon topin. Vazhdon duhet minuta e parë, sapo është mbyllur, nisë dyta, si një rezultati 1-4 për ekipin e Vllaznisë. Partizani 1, Vllaznia 4. Kujtojmë që jemi drejt përse drejti nga pallati i sportit Aslan Rusi i kryeqytetit në sfidën e javës së dytë, kampionati kombëtar i futsalës, java e dytë, ballafaqon Partizanin me Vllaznin. Në javën e parë Vllaznia është mundur në Shkodër, në pallatin e sportit Gjazim Dervishi nga Flamurtari pretendent me rezultatin 3-5. Por ndeshja sotme është krejt ndryshe. Është një Vllazni shumë potente në të gjitha aspektet, po dominon që nga minuta e parë, duke kryesuar me rezultatin e pastër 1-4. Djepagjia duke se është dëmtuar paksa. Është dëmtuar në sulm më sipër. Të shikojmë se sa do të jetë shkalla dëmtimit. Është ngritur. Është ngritur Djepagjia, është një lojtar i rëndësishëm për Vllaznin. Vllaznia po luan në të momente me portierin Fatos Behari, kapitenin Alcid Tafili, Semir Gogen, është Ari Djepagjia dhe Alban Bashaj. Djepagjia në fundore, por ka dalë është portieri Gjorgjinjo Hoxhalli. Portieri Partizani, Gjorgjinjo Hoxhalli, është me numër 12, ndërkohë që pjesa tjetër e formacionit të Partizanit përbohet nga Arman Capi, Guido Tepshi, kapiteni i skuadrës, Fisnik Blaca, Enis Peku, David Andreu, Arvi Shala, Ores Sulejmani, autori të vetit gol për Partizanin, Klaurenc Onjela dhe Eugen Shima. Ndërkohë tek Vllaznia kemi këtë përbërje, Fatos Behari, Besfort Gjoklej, Semir Gogaj, Ari Djepagjia, kapiteni Alcid Tafili, Olsi Gjergji, Samir Hyseni, Alban Bashaj, Ardit Mesi, Denis Qokaj, cili në këtë ndeshje, pavarësisht dëshirës dhe këmbguljes për të qenë në lojë, për arsye dëmtimi, stafi mjekësor e ka lënë pushim, nuk e ka lejuar të aktivizohet, si të qoftë është në pankinë së bashku me skuadrën.
Trajneri i Vllaznis është Arben Xhaferi, që po luan rolin e trajnerit, e kemi theksuar dhe jetë tjera, për të mos patur keq kuptime. Trajneri i Vllaznis në futsal është Alsit Tafili, por Arben Xhaferi, duke qenë se është drejtori teknik i Vllaznis futsal, e drejton skuadrën e bankin, duke qenë se Tafili është në lojë. Takimi po gjykohet si arbitri kryesor nga arbitri kryesor është ndërkombëtari Albano Stolaj. Arbitri i dytë është Andi Zdrava. Në mbajtjen e kohës në kronometër është Kledi Shehu dhe delegat i ndeshjes nga Federata Shqiptare e Futsallit është Rigers Dushku. Sulmi Vllaznis është ndërprer nga Partizani. Kjo ngull Partizani për një gol të dytë. Është Vllaznia që ka radhën e këtij aksioni, thyet aksioni i Vllaznis. Arrim tek Partizani, në lojë është numri 19 i Partizanit, Muhamet Tafili. Ndërkohë që është larguar numri 21, Eugen Shima. Vllaznia ban Basha, Besfort Gjokle në të momentet. Gjokle e fort kjo gjujtje e tij. Duk se përfundojnë në rrjet, por topi ka kaluar. Gjitun me shtyllën pingullet djatë përsëri Vllaznia me mundësinë e golit të 5. Ka përshëllim të gjyqtarit Stolaj për ardit të mesin, për prekjet e topit me dorë. Tashmë aksioni është për Partizanin, e fort kjo gjujtje, por në pozicion portieri Fatos Behari. Duhet minuta e 6 për pjesën e dytë, rezultati Partizani 1, Vllaznia 4. Gjoklaj në të krahun e djathtë dhe vjen goli 5. I finalizuar nga Bashaj, Alban Bashaj, që merit ka dhe Gjoklej me atë inkursion në krahun e djathtë, shkon në 5-1 avantazhi për ekipin e Vllaznis. Një dominim absolut i Vllaznis. Messi për Gokajn, e majt ati këtë nuk është sakt. Partizani një Partizani topi për Vllaznin. Gokaj për Mesin, Gokaj është Gjoklaj. Vllaznia pranë golit 6. Luhet minuta e 7 për pjesën e dytë. Partizani 1, Vllaznia 5. Një
paraqitje fantastike e Vllaznisë në këtë ndeshje të dytë të kampionatit kombëtar të futsallit, duke treguar një superioritet në lojë, ndryshe nga takimi i parë i luajtur në Shkodër ndaj flamurtarit. Vllaznia në këtë ndeshje është krejt tjetër. Hyseni, gjithnjë Hyseni, Samir Hyseni. Messi, Shardit Messi, Gjoklaj, për Messin, top për Gokajn. Partizani zotron topin. Kapiteni i Partizanit zotron të top tashmë. Venisër aksionin e të kuqve. Luhet minuta 7 për pjesën e dytë të ndeshjes. Gjithë rezultati Partizani 1, Vllaznia 5. Djepazia e forte, ishte pozicion ballor, por nuk e shfryzoi si duhet. Gol Partizani për një gol të dytë dhe mes fundi e ka realizuar, duke që është numri 6 i Partizanit, që ka shënuar është njëjti Sulejmani. Do pjeta ti 2 gola për Sulejmani në këtë ndeshje për ekipin e ti, 5-2 rezultati. Gokaj. Gjithë Gokaj majta ti për Gjoklaj, gjithë Gjoklaj. Vllaznia pran golit 6. Priste topin në fakt Djepazia në kanalin e djathtë, për Gjoklaj preferoi ta godiste vet. Partizani në kazë vazhdon loja. Hyseni për Gjoklajn. Përsëri Partizani në këtë sulm akrau i majt. Vllaznia mbarohet mirë dhe nis më njëherë kundër sulmet. Sërish me Partizani. Shpërdoron Partizani një mundësi ideale. Ishte numri 2 David Ndreu. Kërcënon përsëri Vllaznia.
është Ardit Messi. Është me rradha e Partizanit për të sulmuar, por e drozon shumë shpejt topin. Gokaj nga krahu i djathtë. Gjithë një Semir Gokaj ka fituar te goditje këndi nga krahu i djathtë. Ka filluar 10 minutë që i dytë i pjesës së dytë të takimit, vazhdon të udhëheq Vllaznia me rezultatin 1-5, 2-5 dhe 2-6 pas golit të Ari Djepagjis, shënon Djepagjia dhe goli 6 për skuadrën Kuqe Blu. 6-2. Nuk ka ku shkon më mirë për skuadrën Shkodrane. Partizani në dizavantazh të 4 golave plus për Vllaznin. 2-6 është rezultati, kur luhet minuta e 11 për pjesën e dytë. Edhe 9 minuta për të mbyllur kjo ndeshje e javës së dytë kampionati kombëtar i futsallit. Shpërdoron Partizani këtë aksion. Djepagjia i afrohet golit të 7. 6-2 të ndëruar shikues të portalit Veriu Sport që përnandishni drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Aslan Rusi i kryeqytetit. 2-6 në favor të Vllaznisë është rezultati i kësaj ndeshje e vlefshme për javën e dytë të kampionatit kombëtar të futsallit. Partizani Vllaznia, një dominim total i Vllaznisë që ka shënuar 6 gola. 2 gola i takojnë kapitenit Vllaznisë Alcid Tafili, i cili një herë si tronditi edhe 3 herë shtyllën e Partizanit, një në pjesën e parë dhe 2 në të dytën, ndërkohë që ka shënuar për Vllaznin edhe Ardit Messi si dhe Alban Bashaj, ndërkohë që një gol i Vllaznisë ka qenë dhuratë e Partizanit, autogol në portën e tyre. Ndërkohë Vllaznia përsëri dhe vjen goli i 7 Alban Ardit Messi. Ardit Messi ka shënuar golin e dytë të tij individual dhe të 7-tin për Vllaznin. Pikërisht në minutën e 30. Tjetër gol i Vllaznisë dhe përsëri Vllaznia këtë radhë me Alban Bashajn. Thellohet avantazhi. 2 Partizani, 8 Vllaznia, minuta e 13. Tashmë Partizani duket tërësisht i dorëzuar përballë një Vllaznie që ashtu siç ka deklaruar edhe drejtuesi teknik Alban Xhaferi, është një Vllazni pretendente serioze për fitimin e trofeve të këtij sezoni futbollistik 2024-2025, edhe pse ka nisur me humbje në Shkodër në javën e parë me Flamurtarin në 3-5. Vllaznia është e bindur dhe e përgatitur për të ecur në rrugën e fitoreve dhe
të kurorzuar me trofet kombëtar e majta e Samir Hysenit. Në këtë momenti ishte fort për portieri vendas e ka zbatuar topin. Messi për Semir Gokajn. Gjujtje fort e kapitenit e Partizanit Guido Tepshi, por pa shënjestër, topi përfundon në vijën fundore, ndrim tek Partizani. Në lojë është numri 6, autori i 2 golave për ekipin e Partizanit, Ores Sulejmani, ndërkohë që është larguar Tafili, Mohamed Tafili i Partizanit. Kemi dy Tafili në lojë, kapiteni i Vllaznis Alcid Tafili dhe Mohamed Tafili i Partizanit. Portieri Fatuz Behari që në pozicion pret këtë gjuhjet të vendasve që tash bëjnë përpjekje të duara për të evituar një humje me të thellë se sa rezultati 8-2. Hyseni e shkëputur me të majtën e tij, pastaj kombinon me Gjoklaj. Pengohet Bashaj. Topi për Partizanin. Sërish për Partizani. Ka një dëmtim, një përplasje mes Djepagjis dhe numrit 5 të Partizanit e Arvi Shala. Gjishtari Albano Stoloj ka vërshëdhyer për faul në favor të Partizanit, ka qenë në fakt një përplasje mes të dyve, një ndërhyrje me çfarë pa dashje, dhe nuk ka edhe karton. Por që të qoftë është një moment i mirë për Partizanin për ta shfrytzuar. Është Fisnik Blaçaja pranë topit. Një harkim i tij, por ka pritur portieri Olsi Gjergji, i cili në këto momente është aktivizuar duke zëvendësuar kolegun e tij Fatos Behari. Gjergji, Olsi Gjergji, portieri i Vllaznis që sapo zëvendësoi Beharin, e ka kaluar te kolegët e tij. Edhe 5 minuta dhe 23 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes, Vllaznia kryeson 2-8. Djepagjia, gjithnjë Djepagjia, finde e tij, Ari Djepagjia, mbolohet rrepte nga futbollistët e Partizanit, por e mbron topin mjaft mirë Djepagjia, kombinon atje me Bashajn. Në këtë moment e Vllaznia po luan në port me Olsi Gjergjin, me përdhijuar me Bashajn, Alban Bashajn, Besfort Gjoklaj, Ari Djepagjia dhe Samir Hyseni. Dhe Vllaznia finalizon me Samir Hysenin golin e 9. Shtrihet gjeografia e autorëve të goleve dhe ka pritur në këtë moment një gjujtje të fortë të Partizanit, portieri Olsi Gjergji, një gjujtje të i kraun e djathtë. Edhe 4 minuta dhe 32 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. 2 Partizani, 9 Vllaznia. Gjoklaj në ekranin e djathtë, gjithnjë Gjoklaj kombinon me Ardit Mesin, që është përdoron një mundësi të artë për ta quar në 10 shifrën e golave për ekipin e tij Vllaznia.
Tjetër pritje e portierit Olsi Gjergji, se Partizani këngun që ta shkurtoj diferencën e golave, kur tashmë rezultati është 2 Partizani, 9 Vllaznia, edhe 4 minuta e 2 sekonda nga mbyllja krejt ndeshjes. Me këtë avantazh Vllaznia duket e garantuar në fitoren, por gjithsesi të presim çfarë do të provojnë këto 3 minuta dhe 50 sekonda që kanë mbetur nga fundi i krejt takimit. Po gjithsesi me shifrat 2-9 në favor të Vllaznisë, Partizani duket i dorëzuar dhe i pafuqishëm për ta përmbysur të rezultat. Faul në favor të Vllaznisë, ka ndërhyrë ashpër ndaj Ardit Mesit, i cili po depërtonte drejt zonës e Partizanit, një faul që e bërë përsipër ta ekzekutoi Besfort Gjoklej, po largohet Gjoklej, ka kaluar atje Semir Gokaj. 3 futbollistë të Vllaznisë janë tek vija, tek zona e Partizanit, është Mesi, Bashaj dhe Gjoklaj. Hutohen, ku që blut për rimarin topin, Gjoklaj. Ka pasuar tek Mesi, pastaj e majtë Semir Gokajt. Sulejmani, autori 2 golave të vetëm të Partizanit në këtë ndeshje. Gjoklaj. Topi përsëri për Vllaznin. Është Ardit Mesi, Semir Gokaj, në loj Ari Djepaxhia, rikthehet në formacion duke larguar nga fusha Besfort Gjoklaj. Tashmë trajneri Tafili, kapiteni Tafili është në stol duke drejtuar skuadrën për shumë minuta, luajti në fushën e lojës duke kontribuar me shënimin e 2 golave, tronditjen e 3 shtyllave. Tashmë ka preferuar të ulet në stol të drejtojë skuadrën si trajner Reali Vllaznisë, ndërkohë që deri përpara pak çastesh skuadrën e drejtori teknik Arben Xhaferi. Sulejmani, autori 2 golave për Partizanin e këtë ndeshme, të vetmet gola për të kuq ndaj 9 të Vllaznisë, edhe 2 minuta dhe 15 sekonda nga fundi, 2 Partizani, 9 Vllaznia. Kujtojmë që jemi drejt për së drejti në këtë transmetim të Veriu Sport nga Pallati i Sportit Aslan Rusi i kryeqytetit. Java e 2 kampionati kombëtar i futsalës. Bashaj, Mesi, përsëri Bashaj, Gokaj, e qarkollon Vllaznia dentro topin, Djepaxhia, por e ka marrë Partizani, ndërhyn portieri Gjergji, zotron topin, nis me shpejtësi Gokaj, Gokaj për Djepaxhin. Partizani ka thyer po në momentin dhe niste aksioni vetëm është futbollisti i Partizanit Muhamet Tafili, por nuk arrin të zhbllokohet për të gjuajtur. Bashaj, Gokaj, Mesi, Bashaj, Gokaj, Mesi, Gjergji dhe Djepaxhia është pesja. Dhe sërish Olsi Gjergji eviton një gol të sigurt në portën e tij. Luan mjaft mirë, ashtu siç luajti më herët dhe kolegu i tij Fatoz Behari në këto minuta që trajneri Tafili i ka besuar portierit Olsi Gjergji, po e bën mjaft mirë detyrën e tij. Gokaj, faul në favor të Partizanit. Ka një replik në mes Ari Djepaxhis dhe futbollistëve të Partizanit që pretendon se ishte faul, ishte takt në favor të ekipit të Vllaznisë, por arbitri ka akorduar
faul. Dhe është penalti. Kështu është rregullor, ja? Penalti për ekipin e Partizanit kur duhen edhe 55 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Rezultati 2-9 për Vllaznin. Partizani 2, Vllaznia 9. Penalti për Partizanin që do ta ka pritur portieri Olsi Gjergji, ka pritur të gjutjet e Festik Blacës. Tjetër siguri i portieri Gjergji në port. E mban në 2 shifrën e golave të Partizanit. Gjithnjë Partizani në këtë përsëri Gjergji ka fluturuar në ekranin e djathtë disa sulme radhazi të Partizanit në fundin e kësaj ndeshje, por Vllaznia është sigurt. Tjetër aksioni i Vllaznisë kërkon ta mbyll me një gol tjetër Vllaznia. Messi, pastaj ishte Hyseni. Edhe 28 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Sulmi për Partizanin. Djepagjia ka zotëruar topin. Djepagjia ka ndërhyrë Partizani, për Djepagjia është sigurt, kombinon me Messin. Sërish me Djepagjia. Messi, faul në favor të ekipit të Vllaznisë, edhe 7 sekonda ka fundi. Gjithçka duket të përfunduar, Partizani 2, Vllaznia 9. Një fitore e merituar kjo e Vllaznisë, të nderuar shikues të Veriu Sport, që po na ndiqni drejt për drejt nga Pallati i Sportit Asfan Rusi i kryeqytetit. Dhe dëgjohet sinjali i gjysharisë qendrore, është mbyllur krejt ndeshja dhe kronometri tregon shifrat Partizanit 2, Vllaznia 9. Fitore merituar e skuadrës shkodrane në drejtimin e kapitenit dhe një herë i trajnerit të Vllaznisë Alcita Fili, që shënoi 2 gola, tronditi 3 herë shtyllën e Partizanit, ndërkohë që golet e tjerë u shënuan nga Ari Djepagjia, për dijuar me Samir Hysenin, Ardit Mesin, Alban Basha në 2 gola dhe një autogol i Partizanit, ndërkohë që në kampin e të kuqve të 2 golat janë shënuar nga Orest Sulejmani. Takimi u gjykua nga arbitrat gjyqtari i parë Albano Stolaj, gjyqtari i dytë Andi Zdrava, delegat i ndeshjes Rikers Dushku dhe kronometrist Kledi Shehu. Këtu mbyllu gjithçka, të nderuar shikues, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit të kësaj sfide. Ju përshëndes duke shpresuar se kemi përcjellë tek ju një ndeshje interesante të Vllaznisë, dhe në fakt e tillë ishte, sepse Vllaznia fitoi me merit me rezultatin 2-9. Edhe një herë ju përshëndes nga Pallati i Sportit Asfan Rusi i kryeqytetit në këtë fitore të merituar të Vllaznisë me rezultatin 2-9. Mirupafshim.